që nuk tërheq do të kam allin e turizmit. Pasagjer. Kam problema, kam mbetur kështu, kam patur raste vllai edhe një orë ca që mbetem shtrir. Pse? Se kam rënë nga pema. Po pse? Qa peme ishte e para? Ishte një pemë e madhe kështu. Ishte një hotel vllai braktisur që xhironin neve, edhe ishte kështu si punhani. Rreth rrotull në mes e kishte hapësirë, shikoj e qellin, si kështu këtu. Edhe kishte një pemë në mes, edhe tash kotur nga budalliku tim thash do ngjitem në katë dy nga pema thash. Më thirrën kisha radhën për të xhiruar, edhe nuk ja futa nga shkallët, po thash do ngjitem nga pema. Se çhapa një deg të kalbur atë ashtu vllai dhe U vrave? Instinkti vllai që e ruajta kokën edhe rash kështu. E mbyllë xhirimin. Jo, stregova që fare, unë aty shqyre kisha të nxehtë, nuk ndjeva gjë të nesërmen fillova pastaj po çaloja im kështu. Ty si C fix për zotin. Edhe më dhembi sa më dhembi një 2 ditë kështu, më zhduk, edhe vetëm kur të më rikthehet pas një 2 muajsh që s'mbaja mend, nuk pa gjeja dot pse më dhimbte ndërsa ka një gjë kur ke kone me vranësia me kështu gjëra. I ke këto? Jo, se kam kur shko atje, që. E kam vetëm po ngrita pesha ose po e sforcova në atë pikë, ashtu ka raste që mbetem. Ushtriva një thashë aty isha me prova kështu në teatr. Se më dizon të vetëm një sekondë thash se më kapi kurrizi, se kisha një skenë që ngrija një vajzë, kishte një skenë putje kështu. Ngët merja kështu sipër. Më kapi vllai keq fare. Ja vetëm një sekondë, thash un pak pushim sa të shqetësohem. Edhe ushtriva kështu përmbys, sa të më kalonte një orë gjysmë në shtëpi, për zonë. Kështu për nuk ngrihesha dot më pas. Kur vajta në spital unë më kishte kaluar dhimbja dhe nuk e gjeja dot në test ajo doktoresha ku të them se gjenja dot pikën fiks. Se dallon dot atë, është djegje e brendshme. Edhe ashtu prapë se gjendon fiks fare atë dhe përhapet. Për hapet, po prap kur e ndjen thua këtu pak më këtaj.